Po ndiqni podcastin Miqësisht e Lida. Na erdhe. Cili është roli me cilin ju në një mënyrë apo një tjetër, kur shikoni këtë njeriu këtu, thoni që ky është roli. Unë për shembull nuk e di sa më ka bërë, më ka goditur ajo e drejtorit. Edhe di pse, sepse qëllonte shpeshherë që duke qëndruar në intervista me persona të cilët sa vinin nga tregu punës, edhe vije i pyesje për shkakun, po çfarë do të bësh ti, po si do të hesësh ti, ose doktori. Ajo përgjigjja që thoshin është në rolin e një drejtori që nga e merr vesh këtë, e merr vesh nga rroga. Ata nuk thoshin ju dua të jem drejtor, ndërsa ajo që ti the ishte që sikur i binte në kokë, pa ata thoshin kërkoni rrogën e një drejtori. Të vi dikush që sapo ka filluar dhe më një herë të thotë që dua një rrogë drejtori, për mua ka qenë e goditur. Po doja të thosha ku e kam njohur unë. Këtë njeriu në mirë, këtë njeriu në Zot, është shumë i talentuar, por edhe një person që unë doja të njihnin pak më shumë personin që ka ecur shumë në karrierë, që di të ecë në karrierë, që di ta kapi jetën për brirësh, që di t'ia dali që të vinë nga ana e anës dhe të vinë mes të kryeqytetit dhe të futet në zemrën e një, do të thosh janë ndoshta show më i madh i gjithë kohrave tona në jetën tonë të përditshme, për shkak se ka shumë ngarkesa. Humori, siç thotë Agroni, është një nga ilaçet më të mira që kemi. Kaq shumë sa unë me personat që kam punuar, nga që janë overachievers dhe duke qenë shumë të zot gjithë kohën, janë shumë të ngarkuar. Dhe një nga gjërat që unë kam të detyrueshme në punën me ta është që i them, të lutem, do të gjesh diçka që të qeshësh. Dhe kisha që nga vitet 2007-2008 që jepja të shikonin në Friends. Pastaj më mbrapa, duke punuar në Ballkan dhe në Greqi, po jepja Diokseni, që janë dy të huaj, që janë gjëra për të qeshur, por që janë dhe shumë e bën sens të bukura brenda. Me kalimin e kohës, siç e thash, janë 4 emra që unë jap këtyre personave ta dëgjojnë. Dhe një nga këta personat je dhe ti, i dashur e di. Një person që shumë mund të jetë një klip i vogël që ata ndjekin dhe është që të ndron humorin. Nëse dikush do të mirte një manual përdorimi për ty. Çfarë do të shkruaj në faqen e parë? Do të filloj qesh, por mos haro të. Pra si do ta prezantoj veten tënde në një fjali? Shprehje bukur, shprehje që na mungon në përditshmëri, dhe siç e thatë edhe ju që jeta është e ngarkuar dhe ne duhet të gjejmë gjithmonë momente për t'ia kaluar mirë dhe për të buzëqeshur, se në fund të fundit çdo punë, çdo gjë që bëjmë, çdo arritje apo çdo lloj mundi është që në fund të ditës ne të marrim një kënaqësi personale. Qesh sepse shumë e thjeshtë, të bën mirë dhe të frymëzon. Kjo do të ishte një këshill. Unë po thoshja, nëse do të jetë diçka që prezanton ty, pra mundsinë tënde. Unë mendoj që jam këmbgulës ideve të mia. Okay. Derisa e provoj çdo gjë që kam në mendje, derisa bindem që bën ose s'bën. Të çfarë do lloj fushe, po themi, kryesisht po flasim për profesionin që un kam zgjedhur të bëj, edhe sigurisht që profesioni jon ta kërkon që ti provosh dhe pastaj ti kupton nëse vlen apo jo si ide. Kështu që ajo që më karakterizon mua që mendoj ju për veten është këmbgulja deri në pikën e fundit kur ti je bindur që kjo gjë vlen ose jo. Nëse dikush do të njohë Erditin, është qesh, por mos haro që jeta është e thjeshtë dhe çoje deri në fund idetë tua, deri në pikën kur i ke provuar pa kthim. Tani nëse do të lidh me diçka me realitetin tonë, kur ti shikon një situatë tipike shqiptare që të frymëzon, çfarë ndodh në kokën tënde krijuese që kalon me ky është një material që do marr ta përdor, jo vetëm të qeshin, po e para është të qeshin dhe të na bësh të reflektojmë. Realisht çfarë mund të ketë bërë ty? Është shumë e goditur ato që ti janë doktori, po nuk them vetëm drejtori, po tani sfundni tek ajo jetët paralele, po është e jashtëzakonshme. Edhe pse atje nuk është thjesht të bësh të qeshësh, ka ca gjëra dhe për të qeshur, po në përgjithësi është të fut të mendosh. Është një lloj sapitire e marrëdhënieve të ditëve të sotme. Si e merr këtë material
ku i gjen, dhe si i përpunoni, pastaj që të nxjerrni javë për javë, më duket e jashtëzakonshme. Kjo është sfida e punës tonë, sfida e përjavshme, është strapatësuese sigurisht, sepse çdo javë të prodhosh tema të reja, numra të rinj, nuk është e lehtë, por spektakli është spektakël javor dhe sigurisht ne realiteti është sa më shumë të prek në realitet ajo çka bëjmë, aq më shumë rezonon. Edhe idetë e mia sigurisht frymëzohen nga jeta e përditshme, se pastaj s'do kishte kuptim nëse do ishte diçka e largët. Jo, mos futesh pak te ky laboratori jot këtu, si ndodh? Nuk di ta shpjegoj mbase me fjalë, por ajo që ndodh te të gjithë ne është shumë personale, sepse jo të gjithë kemi të njëjtat idera, ne kemi konflikte, një diçka që më pëlqen mua, kolegut apo regjisorit nuk i pëlqen. Edhe është e çuditshme kjo pjesë, se si unë reflektoj me veten time për numrat e mi. Shkruaj, pa diskutim, mbaj shënime në përditshmëri, është e çuditshme frymëzimi ose ato tiket që të vinë në përditshmëri. Ti mund të jesh duke pirë një kafe, ose mund të jesh në një debat të zjarrt me një shok, dhe ti papritur gjen një detaj që ti në trurin tënd e mendon që mund ta zhvillosh shumë më shumë. Ose nuk e di se ku mund të jesh, domethënë nuk ka një formulë matematikore që ti thua unë do bëj këtë sepse kjo më jep një ide, më frymëzon. Kur mendoj që kam një temë, për shembull, ose gjej një temë, mundohem që ta kthej nga të gjitha anët, ajo që elaboroj unë me veten, e kthej në të gjitha anët që munden, për të nxjerrë më të mirën e temës, ose më të veçantën, ose një gjë që nuk është bërë. Tani është problem, tani janë të gjitha të konsumuara, tani pafund njerëz bëjnë numra, bëjnë humor, ka njerëz që se kanë profesion, por janë të mrekullueshëm, janë të natyrshëm, edhe thua, ku i vajti mendja, si se gjeta unë këtë. Por gjithçka secili prej nesh mendoj që është unik. Edhe nuk ne plotsojmë njëri tjetrin, nuk e zëvendësojmë dot njëri tjetrin. Kur të dalin këto idetë në këtë laboratorin tënd, sa ka të bëjë krijimtaria me disiplinën ose vetdisiplinën? Mendoj që disiplina është e para. E mendoj sepse ti mund të jesh kreativ, por ti nuk konkretizon nëse nuk ke disiplinë. E sidomos në punën tonë që ka një ritëm të jashtëzakonshëm, gati në thonjza mekanike, pra që ti të hënën duhet të paraqitesh, duhet të japësh idenë tënde deri të mërkurën maksimumi duhet dorëzosh idenë të shkruar e cila korrigjohet, ose mund të ribëhet prap nga e para, dhe mendoj që nëse nuk je i disiplinuar, mendoj që nuk të vlen forca krijuese ose talenti, po themi. Mendoj që mbrapa ka një punë të madhe. A çfarë roli ka të ankuarit, të qarit për gjërat që nuk e bëj dot, që është e vështirë, prap më i kërkuat, ka brylla, ka njerëz që dalin më mirë, pse ky doli, pse unë dola. Mund kam kuptuar, paktën në punën tonë të përjavshme, që çdo gjë ka zgjidhje, dhe çdo ide, dhe çdo temë, dhe çdo gjë të në dukje e vogël mund të jetë një gjë e madhe, por duhet të gërmosh, të mos dorëzohesh, ta shtrydhësh deri në pikën e fundit, dhe mendoj që gjen gjëra. Nuk ka vend për ankesa, thjesht duhet të hidhesh dhe të zbulosh. Duhet të hidhesh dhe të bësh. Kur ka qenë një moment aty, kur ka qenë momenti i fundit që ti ke parë që ajo e gërmuara fort, ka qenë në momentin e fundit, edhe bëhet dhe s'bëhet, dhe del mirë, dhe kapet dhe s'kapet, dhe kur ke dal aty ke parë që ka ndodhur të dyja rastet. Ka ndodhur që ajo që kam bërë, po themi, mund të ketë në mendjen time mund të ketë qenë shumë e mirë, edhe në mendjen e kolegëve, por nuk ka rezonuar aq fort në publik. Kjo është e çuditshme ndonjëherë. Sigurisht ne kemi njëri tjetrin matës, si fillim, kolegët, regjizori, dhe pastaj publiku i vendos vulën. Por publiku nuk është se gabon në shije. Kur ka ndodhur kjo? Kur ka qenë një çuditë? Mua më ka ndodhur
Disa herë më ka ndodhur që kam pas numra me mendjen time të fortë, por në fakt nuk kanë rezonuar aq fort në publik. Me pritshmëritë e mia të numrit, se sigurisht publiku nuk e di se ç'pritshmëri kam unë. A është e vërtet që në moment që ti shikon që një gjë nuk po kapet, ti thua, a shejtan, a shejtan? Po kjo është shumë e vërtet. Është një çelës i mirë për të dalë nga situata, i cili është një batutë që më funksionon gjithmonë, po gjithmonë. Sigurisht kur unë e them në vendin e dur, ajo është e fortë si batutë, por shpesh e përdor edhe si shpëtim. Por është e ëmbël, është e bukur. A çfarë është një gjë që ti ke shumë të rëndësishme në pjesën që ka të bëjë me veçzhvillimin tënd? Mendoj që veçzhvillimi është nuk i përket vetëm disa profesioneve, mendoj që çdo njeri që është mbi këtë tokë i jepet një mundësi që të marrë më të mirën e vetes së vet gjatë rrugës së jetës. Dhe unë atë përpiqem me veten time që ti marr më të mirën vetes time, qëllimeve të mia, dëshirave të mia, kënaqësive të mia, profesionit tim, gjithçka që më rrethon, miqve, njerëzve. Dhe unë gjithmonë kam dashur të mësoj gjërat e reja, të kuptoj gjërat e reja. Ka pasur shumë efekt, mendoj unë, tek të gjithë ne, kur shikojmë që realisht janë një tsunam shumë i mirë, që njerëzit fillojnë të kuptojnë që ka më mirë, ka më shumë vlerë për të krijuar, ka më shumë gjëra brenda vetes për të mësuar, ka gjëra që mund t'i ndaj me të tjerë. Nëse vjen një qeveri, pra atë që unë ju detyroj klientëve të mi, që ju them, merrni dhe çdo 20 minuta në ditë dëgjoni diçka të bukur, qeshni, lëshoni zë, sepse janë si super achievers, si super arritës, ke të bësh me shumë njerëz dhe grumullon shumë negativitet, pa dashje. Ose edhe me dashje, se mund të kesh me ata që janë energy suckers, si i ke rreth rrotull dhe vetëm të hanë, të pinë, që mund të jenë familjar, që mund të jenë në punë. Dhe unë e kam vënë si një detyrim. Çfarë ti sugjeroje ti kësaj qeverie, si një mas emergjense që për tani? Për realisht që kemi nevojë, me thënë drejtën, pavarësisht se është në kuadër të simbolikës, kemi nevojë si popull që në mos të qeshim, të buzëqeshim të paktën. Të gjithë e dinë në fakt që pozitivja ose e qeshura, buzëqeshja, harmonia, të sjellin dhe emocionet e bukura. Dhe nga emocionet e bukura ti mund të bëhesh më kreativ. Kreativ për punën që bën, për çfarë do lloj pune, qoftë një punë krijuese, po dhe një punë mekanike, ti e shijon më shumë. Ke parasysh atë pipzën që të vendos shteti, policia për të matur nëse ke pirë alkool apo jo, kështu që duhet të bëhet një shpikje që të fusë pipën shteti dhe të kontrollojë se ke qeshur apo jo. Nëse s'ke qeshur, job. Mendoj që është zgjedhje edhe të rish i ngrisur, edhe të rish edhe të kesh atë të brendshmen e të mirën e gjërave, është zgjedhje, mendoj. Nuk është se kështu jemi, se kështu rrethohemi nga kjo harmoni. Mendoj që është zgjedhje personale që qëndrimi jot të jetë më harmonik, mos të jetë i vrasht. Dhe ne si popull e kemi të theksuar vrazhdësinë edhe për kot. Ne kemi një roj, që t'jap një shembull të mrekullueshëm. Është njeri më i buzëqeshur, më pozitiv. Çdo mëngjes ai, çdo kush që hyn dhe del, i jep një karamele. Dhe një ditë unë i shkova me 2 kg karamele, zgjodha kështu sepse ai harxhon minimalisht, nuk e di, 3.000, 4.000, 5.000 lekë në ditë, duke shpërndar karamele. Është fantastik. Dhe shisa gjest i vogël, por ai të jep kënaqësi. Brenda kësaj pamjes tënde, unë doja të thoshe që kur të kam njohur, kam parë që ky laboratori krijuesi i joti është shumë më tepër nga ato figurat që ne të njohim rëndom. Dhe në fakt, edhe kur të çova ca pyetje që kanë ardhur nga njerëzit, ajo që vura re ishte që the, shiko, të gjithë i duan fani. Dhe nuk dua këtë gjë, po dua të tregoj një anë tjetër time, ose jo një anë tjetër, anën tënde që ke. A mund të jetë i vërtet kjo si ndarje që ka disa aktorë, të cilët për mua janë laborator krijues dhe për fat të tyre janë shkruas dhe janë dhe që tërheqin të tjerët, që të tërheqin me artin e tyre. Ka të tjerë që në fakt janë që në moment që i shikon, kudo që janë ata të vinë për të qeshur. Ti te cila kategori hyn? Te të dyja. Okej. Tani në projektet e tua, janë dhe 2 gjëra tjera, të cilat
Unë mendoj është mirë që njerëzit i njohin, sepse ti ke të bësh me publikun, edhe një nga këto është një gjë që mua më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë, sepse ishte që rezononte në art, në një formë që ti unë nuk mendoj që e njohin shumë njerëz, edhe ti këtë e bën nëpër ambiente shumë të mbyllura, grupe të vogla. Atje mund njohin nga anën tënde që unë besoj që është ajo filozofike më shumë se sa gjë tjetër. Ajo shfaqje është tepër interesante, eksperimentale, e guximshme, ishte nga ato idetë që unë doja ta çoja deri në pikën e fundit për të kuptuar nëse ja vlen apo jo. Dhe sot vërtetoj që ajo ishte një super eksperiencë që më ka vlerë mua shumë dhe Ekuilibër është një shfaqje që performuese, është një performancë që lidh disa instrumenta, të cilat i luaj vetë, të cilat i kam mësuar kështu ndër vite pak nga pak, autodidakt, me këmbgulje. Edhe është një rrugë e re që unë po zbuloj tani te vetja dhe në një lloj mënyre tjetër në këtë fushë. Më pëlqeu dhe unë besoj që duhet të ketë ardhmë më të madhe se sa kaq sa thua, sepse kur unë mendoj një gjë të tillë të shtrirë në gjimnazet e Tiranës apo të Gjirokastërës tënde, unë besoj që jetë ca njerëzve një dalje larg celularit, larg këtyre gjërave të thata, por aty jetë përshtypjen kur të dëgjon sikur ti po e bën për herë të parë për ty. Domethënë për atë publik që është atje. Nuk ka asnjë gjë që të vi si diçka e ke parasysh që bëhet boz një gjë? Po, është vërtet. Ajo ndjehet si sigurisht vjen për publikun si për herë të parë, por edhe për mua, sepse në çdo shfaqje nuk është gjithmonë njësoj. Arsyeja miq pse po këmbgul këtu është për të thënë që edhe kur ne mendojmë që në shumicën e gjërave tona e kemi gjetur Davidin, edhe kemi hequr me dalë të gjithë gjërat që s'na duhen, dhe ato gjërat që kemi hedhur poshtë janë ADN-ja jonë. Kështu që sikur me ato të marrim dhe të bëjmë një gjë të bukur, ta vëmë në përdorim, shumë njerëzve i shtohet vlerë. Domethënë kur ne kemi parë ka marrë në imikeshën time, e kemi mbajtur në gojë gati një javë. Mos donte të thoshte edhe këtë, po donte të thoshte edhe këtë. Në teatrin kombëtar të fëmijëve ne kemi një projekt, cilën e kemi në disa qytete. Dhe ai është një punë e bukur shumë, puna me fëmijët. Edhe është projekt i bukur. Është projekt që t'jep kënaqësi, lumturi dhe kjo puna me fëmijët që kohët e fundit jam përfshirë shumë, sepse jam pjesë e teatrit kombëtar të fëmijëve, po më bën të mendoj shumë dhe shumë gjerë për fëmijët. Jam duke bërë një studim, kam ngritur një pyetësor, të cilit edhe pyetësorin jam duke e punuar, sepse dua të bëj një studim me fëmijët se sa ndikon arti, shfaqjet, veprat që vendosim te ata. Dhe dua të marr, fëmijët janë të zgjuar, janë të inteligjent, janë me shumë shije, nuk gabojnë, nuk të thonë të gabuarën, të thonë të vërtetën dhe të sinqertën, edhe prandaj unë e marr shumë për bazë këtë lloj studimi që po përpiqem të bëj me ta, për të arritur në disa konkluzione në fund. Ajo që të krijon idenë është që më ky se i kam Terezi tani, është i famshëm, është i pasur, shiko çka gallate bën, një herë është në një qytet, pastaj te ky, pastaj atje dhe është andej dhe shkëtej. E kam Terezi pse të mos i thot këto. Ndërkohë, më lejo t'i kthej një çik të tërë dhe të them që ti ke ardhur me kraftet tua në Tiranë. Pyetja që kam unë është, çfarë është një gjë që ti thoshje vetes tënde kur sapo ke ardhur këtu? Çfarë do të ishte një gjë që do t'i thoshë dikujt që i ka dëshirat të ketë të famën tënde, qartësisht të ketë të ardhurat të tua, mundësisht ato t'i ketë të para si drejtor, dhe të ketë dhe mundësisht stili jetese që tingëllon që është shumë i kënaqshëm. Kur mendoj disa veta që do vjen nesër, do vjen prap 9:05 në të njëjtën punë, 9:05 në të njëjtën punë. Dhe kur dëgjojnë ty në vend që të nxiten edhe të frymëzohen që është qëllimi pse ne i bëjmë këto live, mund të kaloj të krahun tjetër e thonë e ky kanë Terezi Olida, këtë merrti tash. Mendoj që së pari çdo i ri që ka dilema për zgjedhje, dhe unë kam pasur dilema për zgjedhje, edhe kam, sepse vetë jeta dhe përditshmëria sot ka shumë opsione, ka shumë alternativa, por nëse do rikthehesha, ose nëse do t'jepja një këshill të rinjve, është që të vendosin pika ku duan të shkojnë. Të ndajnë mendjen, të zgjedhin diçka që ju pëlqen dhe të zgjedhin pika ku duhet të shkojnë.
për atë pikë, punoj nga pak çdo ditë, ose shumë se të pak, dhe unë nuk e di se si e kam bërë, por kur isha në moshën e zgjedhjeve dhe kur zgjodha rrugën që kam zgjedhur, unë ja vura ca pika vetes, natyrshëm, ndoshta më buronte një dëshirë nga brenda ose një qëllim nga brenda, dhe ndoshta ajo e brendshmja më bëri që të këmbgulja dhe të shkoja drejt qëllimit, pikave të cilat unë kisha vendosur. Dhe të cilat sigurisht kur arrin një pikë, pastaj vendos pika të tjera dhe s'mbarojnë asnjëherë ato pika, por e rëndësishme është që gjithmonë të vendosësh pika. Ku duhet të shkosh? Gjithmonë duke ruajtur identitetin tënd, duke ruajtur veten tënde, ashtu siç je, kudo që ti jesh. Unë ose kolegët ta në përgjithësi edhe në fillim mërziteshim kur na thonin, o e kem Tereziti, o e kem Tereziti. Por e parë nga këndvështrimi i tyre, mbase ashtu është, por çdo gjë që ndodh dhe bëhet, ka një punë të madhe mbrapa. Kur atë ndaloi një herë dikush në rrugë e i tha, na bë një gjë për të qeshur. Edhe Marin tha, më fal, me çfarë merresh ti? Tha, po unë me mobileri, dritare, këto gjëra, po modime. Tha, po ma bëj një dollap, i tha tani, tha, se më duhet për shtëpi. Po jo, i tha, s'kam kohë, si ta bëj unë tani, unë jam i zënë, nesër pas nesër, do 1 muaj, do 2 muaj që ta bëj unë dollapin. Edhe kjo puna ka një punë mbrapa, duke përfshirë edhe natyrshmërinë tonë, edhe identitetin tonë në këtë zhanër që kemi zgjedhur, por mendoj që është një punë e madhe. Por në fundit edhe ta kesh Terezi s'është keq. Në këto 3 gjëra që ti ke, në gjërat që ti bën në përgjithësi, pyetja janë është gjithmonë flasim me korsit, dhe korsia e parë, korsia e dytë e tretë. Korsia e parë, cilat janë gjërat që ti mendon që shkëlqen dhe që në logjikën tënde është që këtyre zëve ndahesh kur. Çfarë është një gjë e re që po mëson sfundmi dhe po e lën pjesën tek fëmijët, po e lën që të jetë një gjë që ka të bëjë me pjesën që ti jep mbrapsht në shoqëri, që është korsia e tretë. Le të flasim pak për të parën. Pra, çfarë është një gjë që ti shkëlqen dhe që mendon që këtë ta mbash gjithkohon, dhe për shkak që këtë ta mbash gjithkohon, kalon menjëherë tek pjesa e të mësuarit të gjërave të reja. Duket shumë fjalë madhe, por mendoj ajo që kam zgjedhur unë të bëj dhe që dua të shkëlqej. Themi të vërtetën që shkëlqen në ka gjë, atë gjë që po bën, që e bën shkëlqyer, është që i bën njerëzit të qeshin dhe të mendojnë. Se ka dhe të tjerë që janë, mendoj unë, që mund të jenë plotës, që mund të duan të bëjnë të qeshur në tavolinë, por nuk është njësoj. Ajo që dua unë të vazhdoj, sigurisht është profesioni që kam zgjedhur. Aty dua të shkëlqej që njerëzit kur ulen të hambuk të shikojnë nurat e mi, siç ke thënë dhe ti Lida, se më ka ngel në mendje. Ajo që bën, që ke zgjedhur të bësh, nuk duhet të tolerosh, pra duhet të jesh të japësh maksimumin e maksimumeve tënde. Ishte një bisedë shumë e këndshme që më ka ngel në mendje nga ty. Nga krau tjetër, kemi kohë dhe mundësi që të shtojmë gjëra te vetja, dhe unë këtë përpiqem të bëj, dhe për momentin jam duke punuar me këtë shfaqjen që jam autodidakt 100%, dhe kjo është vetëm fillimi një rruge shumë të gjatë, shumë të madhe, të cilën sa më shumë po punoj, aq më shumë e shoh që zgjerohet, edhe ajo gati ka një punë të përditshme. E kam fjalën për shfaqjen e Ekuilibër, që ka të bëjë me instrumenta, që janë 10 instrumenta që me secilën prej tyre ti mund të bësh një performancë. Ndërsa unë kam 10 instrumenta, cilat i prek dhe i luaj gjatë performancës. Kështu që kjo është korsia e dytë, dhe e treta çfarë ke me qefin o? Jo, ishte shumë vetëm në punë, na mbyte vetëm në punë, le të shiko, të rim. Janë 4-5 veta që më kanë shkruar të njëjtën gjë. Thuaj Erditit, nëse do t'imitonte ty si Lida me humor, cilat gjëra do përdorte? Lida nuk ju ndahet korsive. Korsia e parë, korsia e dytë, korsia e tretë, mos ju ndani korsisë së parë. Ka rregull, korsia e parë që të mbaj vetëm.
korsinë e dytë, edhe shifni e bënit e treta. Por dy të para duhet të zëm pjesën më të madhe të ditës. Pa diskutim fare. Ajo që unë doja të përmbledhja, nëse kisha ndonjë doja përmbledhja është nuk mund të jesh i suksesshëm në një gjë kaq të madhe, nëse mbrapa nuk ke 90% punë. Edhe unë këtë kam parë me ty dhe këtë dësha të ndaja. Dhe unë besoj se shumica e njerëzve zakonisht shikojnë fasadën, shikojnë shkëlqimin, shikojnë atë gjën që ata mendojnë që ti shijon, dhe shumica e njerëzve nuk shikojnë që kjo, si në çdo profesion tjetër, ka një punë që është gati 90% është punë. Ta them një histori suksesi, se ndoshta ndihmon këta që i tha një shoku të vet i tha, si ja bën, i tha që ke këtë histori suksesi me gruan tënde, ke 25 vjet martuar, ç'a ndodhte ty, i tha. Po kam zgjidhur me gruan, i tha, që në fillim sa u martuam, i ndam gjërat, i tha. I thash gruas, ti do merresh vetëm me gjërat e vogla, me gjërat e mëdha do merrem vetë. Thaj, po cilat janë gjërat e vogla? Po gruaja zgjedh ku në qa qyteti do jetojmë, në qa shteti do jetojmë, qa shkolle do bëjnë fëmijët, qa lagje do jetojmë, qa kursesh do zgjedhin fëmijët, qa makine do blejmë. Pra, me këto gjërat e vogla do merret gruaja. Po gjërat e mëdha kush janë? Unë i tha merrem me si do shkoj lufta Ukrainë-Rusi, si do shkoj me gjërat e mëdha. E kishte këtu arriti suksesin ai. Gjërat e vogla gruaja, gjërat e mëdha vet. Shof në kohën që jetojmë, shof shumë njerëz kanë dilema të rinë apo të ikin jashtë vendit. Si mendoni se ndoshta ju e shikoni nga jashtë më mirë shoqërinë, sepse vetë profesioni ja u dikton, a ka mundësi Shqipëria sot për të rinjt që mund të zhvillohen në vendin e tyre, të arrijnë gjërat që duan? Më lejon të them atë që them rrethet e mia të ngushta. Në rrethet e ngushta ajo që them unë është nëse ti di çfarë do bësh, dhe nëse ti punon fort, vendi është irelevant, nuk ka lidhje ku do ta bësh këtë gjë. Unë shoh njerëz që kanë ikur nga Shqipëria dhe që janë në perëndim, isha në Gjermani dhe kam pasur takime me mbi 13 veta, të cilët kanë ikur këtej për të gjetur një jetë më të mirë aty dhe zakonisht jeta më e mirë do të thotë për fëmijët. Jo më për veten, por për fëmijët. Dhe ajo që vende gjejnë aty është jeta që japin fëmijëve është e cunguar, sepse mund të ketë një kualitet më të mirë tek kopshti apo tek shkolla ku vjen, që është ana fizike, por është totalisht e zbrazët me dashuria njerëzore që mungon nga rreti familjar apo shoqëror këtu. Dhe kjo është një gjë vrastare e madhe. Dhe çfarë vret kjo? Vret e mundësinë e këtyre personave kur shkojnë andej që të ecin në karrierë. Sepse të ecësh në karrierë atje duhet që pas tetoshit, që është 10 orë me gjithë udhëtimin, ti duhet të merresh në një gjë ekstra, duhet të ikësh fundjava, duhet të ikësh sepse shteti ti paguan që të vesh të bësh ca trajnime të caktuara. Dhe në fund të ditës kryqin kujt ja vën pikërisht këtyre sepse fëmijët nuk kanë me këtë lënë. Pra, unë do të thoshja, nëse ti vendos të bësh diçka, qoftë edhe të ndërtosh një familje të mirë, siç e tham, në moment që ti vendos ta bësh diçka, mund të jetë si këtu, si në botë, por duhen bërë këto pazaret shumë mirë, nëse je një person që ke shumë lidhje familjare apo lidhje shpirtërore me familjen i ketë të pasgjithshme, kjo duhet marrë shumë konsiderat. Unë për veten time ka qenë një nga gjërat që në 2003-2004 më ka kthyer ku kishte një mundësi për shumë e mirë për në Angli. Dhe ajo që kuptova është që të miqtë e mi që i kisha dhe që i kam miq të jashtëzakonshëm shumë të mirë, kur vinte puna në fundjavë mblidheshin në rrethin e ngushtë të tyre. Edhe ajo që kuptova është që në mënyrë të vazhdueshme do të isha gjithmonë ajo e jashtëmja që ftohej. Dhe asnjëherë personi që hap derën dhe gatuan të dilën për gjithë njerëzit të vinë të hanë bashkë. Dhe po këto janë zgjedhje. Ka njerëz të cilët janë, të themi, më introvert, vinë nga familje që janë çik më të ftohta. Unë flas për familjen time. Që babi për shembull e kishte ngortet në amlitet të paktën 2 herë në vit e ta shtronte ai. Dua të them, kur vjen puna për të jetuar jetën, kur vjen puna për të jetuar jetën, secili këto i ka vendimet veta. Dhe ndaj them që brenda krahut, sa ti vendos të bësh, do mbash njerëzit që ti do, të cilët mund të jenë këtu dhe sot mund të jenë në botë dhe për shkak të mediave nuk ndihet aq shumë, por prapë ndihet dhe vendi është irelevant. Unë mendoj që në Shqipëri mund të dalë shumë mirë. Gjithandej, a ka të keq Shqipëria nëse ikin njerëzit? Unë them që Shqipëri në fakt e kanë bërë mërgjimtarët, ata që kanë qenë në mërgjim. Shqipëria është bërë
nga mërgjimtarët. Dhe nëse ne duam të ecim, duhet kemi ekspozim të rinjve me lidhje të forta që vend dhe vinë, dhe unë besoj është një brez shumë i mirë. Brezi Alfa mendoj që janë duke u kthyer, duke parë mundësi të punojnë dhe andej dhe këtej. Kështu që nuk jemi të aftë, ne vetë pse nuk jemi të aftë, ose pse s'kemi qenë asnjëherë të aftë që ta bëjmë vetë. Është e vërtet kjo që the, me thënë drejtën, këtë veshim shumë i bukur, po edhe i saktë mbi të gjitha, po pse ne s'jemi të aftë ta bëjmë vetë. Rilindasit tanë që kanë bërë një studim shumë të, mund të thoshja, aq sa emocional, aq edhe filozofik, se ishin shumë të mençur dhe ishin shumë të lëvizur, ata thonë që ne jemi të mirët e botës dhe të këqinjtë e vetes. Dhe unë besoj që ca gjëra për mua që janë ngulitur në 500 vite otomanizëm, në 50 vite komunizëm, dhe në një farë mënyrë kemi qenë në cep të Europës, ndërkohë që ne jemi zemra e Europës. Dhe ka pas është një tip identiteti që është shumë në luftë me njëri tjetrin. Pra, je në Europë dhe të kërkohet të jetosh si në linjën e largit, diçka e këtij lloji. Edhe kjo është një thyerje që bëhet në ndërgjegjen tonë. Kjo pastaj përkthehet në kulturën e një vendit, në zakonet, në doket dhe në kërkesat pastaj që ne kalojmë tek brezi i ri pa menduar që këta janë brezi që do futet në tregun e punës. Nëse atyre ju shtrohet me tapet të kuq, do jenë ata që sa të bëjnë 13-14 vjeç do duan tike, nuk e pëlqen asnjë gjë këtu. Nga ana tjetër, nëse ti shtrëngon dhe nuk i jep mundësinë të shijojnë jetën, por i fut që 5-6 vjeçar i fut në celular dhe në përkurse, këta janë persona që duan të fitojnë lirinë larg prindërët. Unë mendoj që janë 2-3 gjëra të tilla që në grupet që janë jashtë janë se ikin prej për jetë më të mirë të fëmijëve, ose ikin prej boredom, janë mërzitur ka ardhur këtu, sepse nuk arrin të kuptojnë që po i ke me mendje të mërzitur këtej, kjo mendje e mërzitur atje bëhet dy fishe mërzitur, bëhet koka kaq. Unë doja të falenderoja ju në radhë të parë dhe të gjithë ndjekësit e eventeve të mia, sepse realisht është kënaqësi, është lumturi dhe në fund të fundit ajo që bëjmë ne si mision është të transmetojmë njerëzve pak emocione të qeshura dhe për këtë përpiqemi në fund të fundit. Kështu që faleminderit të gjithëve, për mua ishte këndshëm shumë. Linda më ka sugjeruar para disa kohësh një ushtrim, cilin unë e bëra për një javë, që do të thotë me 3 letra me ngjyra të ndryshme, unë shkruaja se çfarë bëja në 3 orare të ndryshme gjatë ditës. Dhe ishte letra e parë që unë bëja gjërat punët, ato të cilat mua më sillnin të ardhura. E dyta, letra dytë ishte ngjyra e verdhë e ngjyra e kuqe që ishte humbje kohe. Dhe realisht ushtrimin e bëra çdo ditë, shkruaja te letra jeshile gjërat me vlerë që më vlenin mua, që më rrisnin mua, që më sillnin të ardhura. E dyta është e verdha që punoja mos gaboj. Jo. Po, dhe pastaj ishte edhe letra e kuqe që ishte shpenzim kohe në telefon, kot. Në telefon, në tavolinë. Dhe ushtrime bëra për një javë dhe realisht shpesh e mendoj. Dhe sot, pasi kanë kaluar ca kohë, unë e mendoj se ka shumë të ndikonte që ti të mbushje kohën tënde me gjërat me vlerë. Jo të mbushje kohën tënde, të ikte dita pa bërë asgjë, kot. Kështu që kishte një ushtrim spektakular që më sugjerove dhe të falenderoj. Gjithsesi duhet ta mbyllim. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe. Faleminderit të gjithëve. Do takohemi. Mirupafshim gjithëve. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës ynë i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në përgjithësimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armatë të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë.
Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollajt me gjesh, ndofta në Facebook me Lida Motro, ndofta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, ka të bëjnë me gjithë rjetin e njerëzve me të cilët unë bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MSC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.